Drejtuesit e mjeteve që përdorin rrugën e vjetër nga Klosi në qafë Buall vijojnë të jenë të shqetësuar për gjendjen e saj. Më problematike situata paraqitet në fshatin Klos Katund, ku janë rikthyer gropat e mëdha me rreshtet e para të shiut. Drejtuesit e mjeteve shprehen se kjo rrugë është lënë në mëshirë të fatit, edhe pse ajo vijon të jetë në përgjegjësi të autoritetit rrugor shqiptar dhe janë dhënë qindra milion lekë për mirëmbajtje. Prania e gropave dhe gungave në rrugë është shqetësimi më i madh i drejtuesve të automjeteve, të cilët thonë se po ju dëmtohen makinat dhe përgjegjësi nuk mban askush. Gjendja e rrugës e mbirueshme. As nuk vet dorkush. Po ne ka lënë rrugë ditësore kjo, nuk pyet kush për ta më. E kanë vinë këtu sa për hedhi kanë ja patë zhavor, edhe s'pitesit për kush për ta. Gjithë rrugës ja, dole pret që të dalë, dhe divijoj rrugën me bo një aksident. Të zash rrugën tjetër këtu më kthesh. Në taksat nuk diskutohet e bu. Pa barin po, se e pengo. Një grëp po, një grëp po, dy lajnë. Po i kjo gjenë një rrugës, po e shef, grëpa, me shku më përplas me të. Ndonë se është bërë problem disa herë mediatik, investimet në këtë rrugë kanë qenë sipërfaqësore, vetëm me pastrimin e bimësisë anës saj.